Mendimi im është kështu, mund të jetë pak i mendje ngushtë. Njeriu pa, domethënë mungesë paras, është pak mendje ngushtë, i mungon imagjinata. Në momentin që fiton një lloj burimi, sado domethënë i mirë fituar ose në rrugë të paligjshme, atëherë mendon, shiko, këtë gjë që sot e shikoja nga larg, sot është më e prekshme. Kjo mund të jetë për mirë, për keq, po që ndryshon. Ndryshim ka, s'mund të ri i njëjtë, mund të ri i njëjtë, po them, jo, ndryshon, kjo është mendimi. Sa i rrezikshëm është mendimi dhe prezenca e kësaj shoqërie që fitojnë të ardhurat të majme në mënyrë të paligjshme. Për shoqërinë flas. Jo, po ajo sigurisht që është shumë e rrezikshme, unë mendoj se e çon atë shoqërinë drejt kolapsit, se ti nëse rritesh me frymën dhe kulturën se paraja e fituar, domethënë merret në rrugë të lehtë, ndërkohë që ti mund t'i kesh prishur punë një sasi se në fund nga vjen paraja. I merr dikujt dhe fiton për veten. Nëse kjo është në mënyrë paligjshme, atëherë kjo thjesht drejt kolapsit. Një mesazh për bashkëmoshatarët e tu për ata që e fitojnë paran me djersë. Okej. Atëre, unë kam një moton time, ndoshta jo vetëm për paran, po në përgjithësi, çdo gjë merre avash avash. Në fund të fundit, sa do parat fitosh, nuk do t'i marrësh me vete në fund të jetës, kështu që mundohu të bësh sa do pak mirë. Kjo është vetëm gjë. Të falenderoj shumë për përgjigjen.